Gazës, të paktën pas kësaj marrëveshje janë vrarë 100 persona në Gaza. Po ne kemi krahasim tjetër, mund të bëjmë, apo shembull tjetër, marrëveshjen e Izraelit me Hezbollahun, ku ka gati 1 vit që është bë ajo marrëveshje dhe Izraeli vazhdon ende ta bombardoj Libanin dhe kjo është shumë normale për Izraelin dhe të gjithë ata që besojnë që Izraeli do t'i përmbahet marrëveshjes, vetëm që tregojnë një naivitet politik. Kuptohet që Izraeli bën kalkulimet e tyre, ata arritën një qëllim që t'i lëshojnë robërit ushtarak Izraelit që mbaheshin në Gaza me ndihmën e Amerikës, por ishte po ashtu edhe një dështim për shkak se ata u detyruan që në këmbim të atyre të burgosur lufte të liroheshin disa mijëra palestines dhe kjo dëshmoi që Izraeli për 2 vite u thoshte që do t'i liroj sipas tyre pengjeve, po nuk ja arritën pa një marrëveshje me Hamasin dhe po ashtu nuk arritën që ta okupojnë Gazën, nuk arritën që ta shkatrojnë Hamasin. Hamasi është në Gaza, e udhëheq Gazën, edhe pse thuhet që do t'i dorëzojnë armët, nuk ka shenja se Hamasi do t'i dorëzojë armët, përderisa Izraeli ende vret njerëz në Gaza. Dhe ata e kanë një moto, dhe që thotë që ata që duan të na i marrin neve armët, ne atyre do t'ua marrim shpirtin. E kanë fjalën për moton e Hamasit. Dhe prandaj që kjo marrëveshje do të mbetet vetëm në letër. E qartë, zoti Dauti, nga ana tjetër Trump tha se udhëheqja e Hamasit nuk kishte përfshirë në incidentet e fundit pra që ka ndodhur. Si duhet lexuar kjo deklaratë? Po nuk ka kapacitet Hamasi si ta sulmoj Izraelin. Kjo nënkupton, për shkak se të gjithë ata njerëz që janë vrarë në Gaza janë vrarë nga gjuajtjet nëpërmjet aeroplanëve apo artillerisë së rrallë, me bomba shumë kilogramshe apo shumë disa 1 ton apo 2 ton si zakonisht i përdori. Dhe kjo don të thotë, për shkak se nuk janë vrarë ushtarë Izraeli, pra nuk janë vrarë në Gaza, sikur të vriten disa me snajper apo me pushka automatike, do të konsideroj se Hamasi thyese. Prandaj, në këtë rast, Trump i ka të drejtë që akuzon Izraelin dhe kuptohet që është një mesazh që u atërheq vërejtjet, për shkak se sipas Trumpit dhe administratës së tij, kjo luftë duhet të pushoj, për shkak se e tregua dobësia e Izraelit në luftë, po ashtu edhe me gjithë përkrahjen e administratës amerikane, ata dështuan së bashku Amerika dhe Izraeli që ta pushtojnë Gazën dhe për mos e zgjatur më shumë duhet të pajtohen me këtë marrëveshje dhe të bëjmë plane të tjera si ta okupojnë Gazën dhe të bëjnë pastrim etnik, po në forma tjera. E qartë, zoti Dauti, nga ana tjetër pushimi 10 tetorit u konsiderua nga njëra anë si një arritje diplomatike, pra nëse bie tani, cilat do të jenë pasojat që do të ketë kjo sigurisht për stabilitetin rajonal, por edhe për rolin e SBA-s nga ana tjetër si ndërmjetësues, pra a do të shohim një humbje të besueshmërisë të amerikanëve në sy të aleatëve? Në sy të aleatëve nuk do të shiqejmë një humbje të besueshmërisë, për shkak se ata nuk janë aleatë, ata janë vazall të SBA-s. Mirë po në aspekt të shteteve tjera, apo botës, kuptohet që veç Amerika e ka humbur atë prestigjin që e ka pasur si ndërmjetës apo si i paanshëm, dhe nuk habiten sepse Amerikanët e përkrahin Izraelin në këtë gjenocid. Mirë po duhet ta kemi parasysh që Trumpi e përshpejtoi arritjen e paqes për shkak se kishte një obsesion që ta fitoj çmimin Nobel dhe mendonte se kjo ishte pengesa e vetme që ta fitoj çmimin Nobel, megjithatë si duket u vonua gjatë procesit për shkak se komisioni i Nobelit veç kishin marrur vendim që t'ja japin dikujt tjetër dhe kjo është po ashtu një zhgënjim për Trumpin, po ai ende është president, do të shpreson që vitin e ardhshëm ta marrë çmimin Nobel dhe përpiqet të bëjë një farë show që në një shfaqje si fjala humanitar apo që e mbështet paqen, mirë po në anën tjetër i sulmon shtetet apo e furnizon Izraelin me armë që të vrasin deri më sot e kësaj dite njerëz të pafajshëm. Pra është një hipokrizi e presidentit Trump dhe administratës amerikane.
E qartë, zë Dauti, nga ana tjetër, nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e ndëshkojnë hapur as Izraelin, por nga ana tjetër as Hamasin për shkeljet, a mund të nxjisë kjo edhe një precedent të rrezikshëm pra për konfliktet e ardhshme? Po, mundet, mirë po, asgjë merret parasysh që SBA mund ta dënoj apo ta qortoj Izraelin për shkak se izraelitët e kontrollojnë Kongresin Amerikan dhe nëpërmjet kontrollit të Kongresit Amerikan e kontrollojnë edhe ministrat e qeverisë së Trump. Po ashtu Trump kontrollohet nga lobuesit dhe financuesit izraelit. Këtë e kemi dëshmi kur në parlamentin e Izraelit presidenti Trump mbajti një fjalim dhe ju faleminderua familjes Adelson që kanë donuar për kampanjën e tij prej kur ka dalë në skenën politike dikun $600 milion dhe u lavdrua se ajo financuesja e tij ka në hesapin bankar të saj dikun $60 miliard dhe që do të thotë se gjithmonë do ta ketë përkrahjen e lobit izraelit. Përderisa Hamasin nuk ka mundësi si ta ndëshkoj për shkak se ata edhe kur kërcënohet se do t'ua sjelli ferin apo xhehenemin në Gaza, ata veç jetojnë në një fer dhe nuk ndikojnë fjalët e tij për Hamasin as pak. E qartë. Zë Dauti, nga ana tjetër duke parë edhe përplasjet e fundit pra dhe tonet e Trumpa, mund të themi se politika e jashtme amerikane po kthehet drejt një izolimi të ri ku nga njëra anë stabiliteti global nuk është më prioritet, por vetëm interesa momentale nga ana e Washingtonit? Po kuptohet që edhe politika e jashtme amerikane mbështetet në interesat e tyre. Ata e kanë moton që ne nuk kemi alat të përhershëm, po kemi interesat të përhershme. Dhe nuk shiqojmë shenja të një politike izolacioniste të SBA-s, për shkak se SBA-ja ende është e involvuar në luftën në Ukrainë dhe Rusi. Po ashtu përpiqen që të fillojë një luftë apo të bëjë një grushteti në Venezuelë dhe kuptohet që përgatiten me Izraelin që ta sulmojnë përsëri Iranin dhe dim që ende bombardojnë në Yemen, mbështesin Izraelin ta bombardojë Libanin dhe Hamasin apo Gazën, disa herë sulmojnë edhe Sirin, që do të thotë se politika e vjetër e punëve të jashtme të Amerikës vazhdon, si në administratat e mëhershme, dhe unë nuk shiqoj ndonjë ndryshim të politikës së Trump për sa i përket politikës së jashtme amerikane. E qartë. Mirë, zë Dauti, ndikemi të tërë insert dhe më pas të rikthehemi. Banorët e Kievit kanë reaguar të zhgënjur nga Shtetet e Bashkuara pasi presidenti Donald Trump sinjalizoi se nuk ka ndërmend të qesë raketat me rrezë të gjatë veprimit të llojit Tomahawk Ukrainës. Trump deklaroi të premten se shpresonte se raketat në fjalë nuk do të jenë të nevojshme për përpjekjet për paqen. Ai priti presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelenski në Washington në takimin e 5 ballë-për-ballë nga fillimi i vitit. Ukrainasit besojnë se raketat do ndryshonin rrjedhën e luftës dhe do ta detyronin presidentin rus Vladimir Putin të ulin në tryezën e negociatave. Ndaj dhe retorika e Trump shkaktoi zhgënjim në radhat e tyre. Besoi se gjitha ishte një lojë, por neve do të na duheshin ato raketa për të dhënë fund kësaj lufte. Deklaron oficeri i ushtrisë ukrainase. Jemi në luftë më shumë se 3 vitesh dhe ajo që duam është paqja, shpreh në të njëjtat linja. Viktoria Kramstova, psikologe në Kiev, unë përpiqem të përqendrohem tek puna ime për fëmijët dhe kjo më jep forcë që të eci përpara dhe të mos u mbas shpresat, thot më tej ajo. Përpara nisjes së bisedimeve në shtëpinë e Bardh, Zelenski tha se kishte një propozim për Trump, në bazën e të cilit Ukraina do t'i ofronte Shteteve të Bashkuara dronët e saj të avancuar, ndërsa Washingtoni do t'i shiste Kievit raketat Tomahawk. Mirë, zë Dauti, a mund të konsiderohet dhe hezitimi i Donald Trump për të shitur raketat Tomahawk pra një kthes strategjike që rrezikon nga ana tjetër të dobësojë edhe pozicionin e Ukrainës? Tani ky ishte takimi i tretë i Zelenskit në shtëpinë e Bardh. Ne e dim që në takimin e parë nuk kaluan mirë, në të dytin si duket kaluan mirë dhe të tretin edhe pse në pasqyrë të parë duket se kanë kaluar mirë, por nuk janë marrur vesh, sidomos përsa i përket raketave Tomahawk, të cilat Trumpi ka refuzuar që t'u ashes ukrainasve. Po Trumpi e din që edhe nëse u ashet ata raketa Ukrainës, nuk do të ndryshoj diçka të madhe në fush betejën në Ukrainë, për shkak se Rusia ka sistem mbrojtës kundërajror shumë të përsosur dhe nuk është se do ta bëjë dëm të madh sidomos në territor të Rusisë. Tani jemi në vitin e 4
dhe si duket Trump ka dalur me një deklaratë dhe thotë që Ukraina nuk mund ta fitojë këtë luftë, për shkak se ata në vitin e parë thonin që do të fitojë. Dhe po ashtu Trumpi ka kërkuar nga Zelenski që të pranojë ndrim, jo ndrim të territoreve, po që të jap disa territore Rusisë, po si duket Zelenski ka refuzuar. Ai refuzon për shkak se ende ka mbështetje, sidomos nga Evropa, po edhe nga shtetet tjera të perëndimit. Ai, edhe pse janë vrarë dikund në numra më pesimiste, dikund 2 milion Ukrainas ushtar, ai mendon se ende ka të ri Ukrainas, të cilët do të vdesin për pushtetin e tij dhe për shtetin e Ukrainës. Dhe është kjo një luftë qytetare e përgjakshme në Ukrainë, them qytetare për shkak se ukrainasit një pjesë të madhe luftojnë në mes veti, apo ata që janë në Ukrainë janë me etnicitet rus dhe janë me fe ortodoks, ashtu sikur ata rusët në ushtarët e Rusisë. Tani kuptohet që Rusia ka avantazh në këtë, dhe prandaj Trumpi si duket është detyruar që të bëjë një summit apo një takim me presidentin Putin, dhe kjo do të mbahet me propozim të Hungarisë, do të mbahet në Budapest të Hungarisë, për shkak se Hungaria, edhe pse është antare NATO-s dhe antare Bashkimit Evropian, prej fillimit të kësaj lufte ka qenë me qëndrim si duket pa asnjëse, edhe pse ka përkrahur Ukrainën, mirë po nuk ka bërë një luftë ekonomike kundër Rusisë dhe ka vazhduar bashkëpunimin ekonomik me ta, dhe konsiderohet që kjo të jetë një mundësi e mirë që Trumpi dhe Putini të merren vesh dhe të ndërpresin luftën në Ukrainë. Ka mundësi që në takimin e radhës të kemi hapa konkrete për mbarimin e luftës në Ukrainë dhe Rusi. E qartë, Ukraina ofroi dhe dronë të avancuar pra në këmbim të raketave Tomahawk zoti Dauti, por Trump nga njëra anë refuzoi. Si duhet të interpretohet ky refuzim pra nga perspektiva e politikës ndërkombëtare dhe a tregon vërtet kjo një ndryshim në prioritetin amerikan apo një lëvizje tjetër për të mos provokuar Rusin më tej? Jo, ata e provokojnë Rusin pa ndërprerë, po këto janë edhe çështje teknike. Ndoshta ata i kanë bërë kalkulimet se këta raketa nuk do të bëjnë dëm të madh Rusisë dhe kështu që do të humbet edhe prestizhi i atyre armëve dhe i kompanive amerikane. Po ka mundësi që edhe ato raketa veç të jenë dërguar në Ukrainë dhe bëjnë disa ndryshime të brendësisë atyre raketave që fjala se janë prodhim i Ukrainës dhe që mos ketë një lidhje të drejtë për drejtë të Amerikës në sulmin kundër Ukrainës, pra janë gjëra teknike që ne nuk mund t'i dimë. Ne vetëm marrim informate nga mediumet apo nga politikanët, por ne e dimë që edhe politikanët edhe mediumet janë profesionalistë në gënjeshtrat e tyre dhe çdo informat në këtë aspekt duhet ta marrim me rezervë, por jam i sigurt që